Shumë njerëz menduan Trumpi e lëshoi. Ishte një citim ku e thonte 9.500 nuk na duhet një luftë 9.500 milja apo 9.500 kilometra. Dhe shumë njerëz e përkthyen si një deklaratë që jepte sinjalin. Jo, nuk besoj. Nga pikpamja diplomatike, shiko, Tajvani është një çështje shumë e ndërlikuar diplomatikisht dhe deklarativisht, sepse ne duhet ta themi për ata që na ndjekin që Shtetet e Bashkuara nuk e njohin Tajvanin zyrtarisht. Shtetet e Bashkuara njohin Kinën zyrtarisht. Pra kanë marrëdhënie diplomatike zyrtare me Pekinin, kanë ambasadën e Pekinit në Washington. Por kanë marrëdhënie shumë të mira jo formale me Tajvanin. Pra, pavarësisht se jo formalisht, Shtetet e Bashkuara e trajtojnë Tajvanin si të ishte partner zyrtar, pra si një shtet formal. Kështu që çështja e deklaratave nuk ka përbër problem të mirëfillt karshi Tajvanit. Edhe nëse Shtetet e Bashkuara thonë që ta bëjmë të kuptueshme. Edhe nëse Washingtoni apo presidenti Trump apo sekretari i shtetit Marco Rubio thotë që Shtetet e Bashkuara nuk e njohin Tajvanin, ky nuk është problem, pra nuk është deklaratë problematike, sepse është fakt që nuk e njohin Tajvanin. Sipas marrëveshjes së Shangajit vitit 1972, kur ishte në Kinë ish sekretari i famshëm i shtetit i presidentit Nixon Kissinger, më dhënë si mund të harrosh emrin e Kissingerit, po ndodh, kur ishte Kissinger në Kinë, ai formuloi qëndrimin diplomatik që Shtetet e Bashkuara mbajnë edhe sot e kësaj dite me Tajvanin, që tha që ne njohim, pra ne Amerikanët, njohim qëndrimin e kinezëve edhe të Kinës, edhe të Ishullit, që ka vetëm një Kinë. Kjo është politika amerikane e një Kine. Pra ne njohim që kinezët na thonë që ka vetëm një Kinë. Po kjo është me kleçk, sepse të njëjtën gjë të thonë kinezët e mainland të kontinentit, të njëjtën gjë të thonë kinezët e Ishullit, sepse për të dyja palët ka vetëm një Kinë. Pra edhe tajvanezët thonë që një Kinë ka, po Kina jemi ne. Sigurisht edhe kinezët thonë që Kina jemi ne. Kështu që kjo është një politikë shumë e kujdesshme deklarative dhe diplomatike për të mbajtur balancën. Ku do dukej nëse presidenti Trump mund të lëshonte Tajvanin, mund të dukej tek deklarata e tij gjatë takimit me presidentin Xi Jinping, të cilën ai e tha që pra po rishikon, e tha në avion kur pasi po kthehej, që po rishikon dërgimin e armëve në Tajvan. Kjo është deklaratë problematike, sepse një nga 6 shtyllat e sigurisë SBA Tajvan është që SBA-ja nuk do pyes Kinën për Tajvanin. Pra, SBA-ja i ka dhënë garanci Tajvanit që unë, kur të flas me juve, nuk do pyes Kinën. Dhe fakti që presidenti Trump foli me Kinën për dërgimin e armëve në Tajvan, kjo është deklaratë problematike. Ai s'ka thënë që nuk do dërgoj armë. Ai ka thënë thjesht që kemi diskutuar dhe nuk e di nëse do të marr vendim, po ose jo. Pra e ka lënë pending. E ka lënë të lëkundur dhe kjo ka përbër shqetësim real, dhe është shqetësim real sa i takon qëndrimit të SBA-s për Tajvanin. Unë nuk mendoj që e ka lëshuar, unë mendoj që do të marrë shumë kohë çështja e Tajvanit, sepse është një çështje jo vetëm ekonomike, por edhe gjeopolitike dhe teknologjike mirëfillasi, kështu që nuk është kaq kollaj që Amerika ta lëshojë Tajvanin më herë. Mikrochipe. Flasim për Iranin që kemi le të themi konfliktin në aktual dhe që po ndikon ekonomitë e të gjithëve, edhe ekonomia amerikane që ata mendojnë se jemi shumë referuar gjithë blokimit të ngushtisës Hormuzit. Kishte një lloj shprese se Trumpi mund gjente mirëkuptimin e Kinës për të influencuar tek Irani, e ka falendëruar dhe publikisht më parë për rolin ndërmjetësues dhe lehtësues në atë armëpushimin tashmë të disa javëve më parë, kështu që nuk është, le të themi, sekret që Kina ka ndërhyrë dhe më herët. Në këtë sens, ky takim çfarë na prodhoi? A jemi më pranë, a ka më shumë shpresë se mbas këtij takimi do të ketë një zgjidhje të shpejtë dhe për situatën me Iranin dhe veçanërisht ngushticën e Hormuzit? Në mediat, në shumë media perëndimore, në fakt vizita e Trumpit dhe qëndrimi i tij ashtu i panatyrshëm, siç ne nuk jemi mësuar të shohim, i qetë, duke ju përmbajtur protokollit edhe skriptit dhe jo impulsiv, siç Trumpi ka zakon të sillet, lexohet me hallin e tij të madh në fakt që është Irani. Në optikën time kjo qëndron pjesërisht, po tani po përpiqem të shoh një perspektivë tjetër. Dhe Kina në fakt nuk
nuk e pozicionoi veten plotësisht në krah të Trumpit në raport me Iranin. Dha presidenti Xi Jinping një gjysmë zotimi, po themi, që nuk do të dërgoj armë në Iran dhe që Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe që Irani duhet të lirojë ngushticën, duhet të hapë ngushticën e Hormuzit. Po këto nuk duken pak, nëse më qëndrojmë një moment këtu. Nëse është e vërtet që arsenali ose përpjekja e Iranit për të pasur një armë bërthamore dhe pretendimi për të mbajtur nën kontroll financiarisht me tarifa qarkullimin në ngushticën e Hormuzit, nëse këto është e vërtet që kanë qenë dy pikat kryesore që pengonin arritjen e një marrëveshje mes SBA dhe Iranit, pozicionimi i Kinës duke hequr çështjen e mosdërgimit të armëve në Iran, të dyja pikat e tjera janë qëndrimet të Kinës. Nuk është pozicionuar Kina për krah ose në llogoren e Amerikës në këto dy qëndrimet e tjera. Janë qëndrimet e Kinës, sepse Kina nuk ka interes vetë që ngushtica e Hormuzit të jetë e mbyllur, sepse furnizohet me naftë përandej. Dhe së dyti, Kina nuk ka interes që të ketë një tjetër fuqi bërthamore që del nga kontrolli i balancës fuqive bërthamore që janë tani. Pra asnjë vend bërthamor nuk do që të ketë një tjetër vend bërthamor shtesë nga çfarë pra është politika e mos non-proliferation treaty, që patjetër çdo vend bërthamor bën pjesë më përjashtim të Izraelit, se edhe ky është problem. Pra, qëndrimi i Kinës është shumë i qartë në binarët e qëndrimit të vet që prej nisjes së këtij konflikti. Është treguar shumë e kujdesshme që të mos jap mesazhin që po lëshon më shumë se ç'duhet. Pra, edhe nga ministri i jashtëm i Iranit dhe nga zyrtarët e tjerë iranian, unë nuk kam lexuar që qëndrimi kinez për mosdërgimin e armëve, vetëm ky pra, të kuptohet si një problem apo të përkthehet si një problem apo si distancim i Kinës nga Irani. Presidenti Trump këtë synoi që të bënte në fakt. Duke që dhe të dy ata, Indrit, edhe presidenti Trump edhe presidenti Xi Jinping janë tipa shumë transaksional, janë shumë të ngjashëm në këtë pjesë. Ndryshe nga president të tjerë të dy vendeve që kanë qenë më shumë të lidhur me diplomacinë dhe me historinë, këta të dy janë pak të detashuar nga pjesa historike dhe janë shumë tregtar dhe shumë biznesmen në sensin e mirëfill të fjalës. Dhe presidenti Trump këtë gjë po përpiqej që të përfitonte dhe ta përdorte si avantazh tek presidenti Xi Jinping për ta tërhequr atë në llogoren e vet në raport me Iranin, duke u përpjekur që deklarativisht t'i jepte avantazh tek Tajvani, sepse çështja e transaksionit kjo është. Ja doli ta tërhiqte. Më jep këtë, të jap atë. Unë mendoj që i mori një gjysmë premtimi, pra për një gjysmë zotimi për mos dërgimin e armëve në Iran. Por nuk mund të them që ja doli që ta tërheq tek pozicioni i vet. Sigurisht aty ndërmjetësi kryesor në atë çështje është Pakistani, ndërmjetësi mirëfillt diplomatik dhe politik. Por sigurisht e Kina ka peshën e vet për shkak të fuqisë ekonomike, është një vend që e mban Iranin me lek, po themi kështu, e mban ekonominë e Iranit.